Ceremonia e diplomimit të nxënësve të 2 klasave që mbaruan ciklin 9 vjeçar pranë shkollës Bedëria Bebeziqi ishte mjaft emocionuese. Nxënësit në përshëndetjet e tyre shprehen me shumë dashamirësi konsideratat për mësuesit e përkushtuara e të paharruara për ta. Sot, teksa mbyllim një kapitull të bukur të jetës sonë, zemrat tona janë të mbushura me mirënjohje. 9 vite më parë hym në këtë shkollë si fëmijë të vegjël, me hapa të pasigurta dhe sy plot ëndra. Sot largohemi më të rritur, më të ditur dhe më të përgatitur për rrugët që na presin. Në këtë rrugëtim ju ishit drita që na ndriçoi udhën. Na mësuat jo vetëm të lexojmë, të shkruajmë, të zgjidhim ushtrime, por edhe të jemi të ndershëm, të përgjegjshëm, të guximshëm dhe të respektojmë njëri tjetrin. Na mësuat se suksesi fitohet me përkushtim, se gabimet janë mësime dhe se ëndrat realizohen kur nuk heqim dorë. Kemi arritur në fund të një etape të rëndësishme të jetës sonë dhe para se të nisim një rrugëtim të ri, duam të ndalemi për një çast dhe t'ju falenderojmë ju prindërit tanë të dashur. Fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur mirënjohjen që ndjejmë për çka keni bërë për ne. Që nga hapa tanë të parë e deri më sot keni qenë gjithmonë pranë nesh. Faleminderit për ne të pa gjumë, për lodhjen, për sakrificat dhe për çka keni bërë e të kemi mundësi të mësojmë, të rritemi dhe të ndërtojmë një të ardhmen më të mirë. Është dita jonë e fundit si nxënës së shkollës Bedëria Bebeziqi. Dita kur hyn një kapitull që për vite me radhë ka qenë pjesë e përditshmërisë, ndoshta pa e kuptuar sa shumë do të na mungojë të gjithëve. Ju uroj çdo nxënësi që përfundon këtë rrugëtim të ecë në jetë me dinjitet, me zemër të pastër dhe me guxim. Të mos esh kurrë të kërkuar lumturinë, dijen dhe dashurinë. Të mos u mbas kurrë veten për të përshtatur botës. Disa njerëz harrohen, disa vende ndryshojnë, por vitet e shkollës mbeten gjithmonë brenda nesh. Rrugë të mbarë të gjithëve dhe paçi fat. Ceremonia mbretërore e diplomimit u shoqërua me një program të pasur artistik të përgatitur për vetë nxënësve. Në përshëndetjen e saj, Zanmira Metaj, drejtoresha e shkollës Bedëria Bebeziqi, u foli ngrosisht nxënësve të saj dhe uroi suksese në shtigjet e reja të jetës, tashmë më të rritur dhe më të përgatitur për të përballuar sfidët që ofron ajo. Sot nuk po festojmë vetëm përfundimin e një cikli shkollor, sot festojmë rritjen tuaj, rrugtimin tuaj dhe ëndrat që tashmë kanë nisur të marrin formë. Kur ju shoh sot me diplomën në dorë pas pak dhe me sytë plot dritë e shpresë, është e vështirë të mos kujtojmë ditën kur shumë prej jush hynë për herë të parë në shkollë, me çanta më të mëdha se vetja, me kureshje, ndonjëherë dhe me frikë. Sot largoheni si të rinje të reja, më të pjekur, më të ditur dhe më të gatshëm për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Besoni në veten tuaj, punoni me ndershmëri dhe mos rreshni kurrë sa ndorruari. Ju uroj nga zemra një jetë plot shëndet, lumturi, suksese dhe arritje. Qofshin hapat tuaj të sigurt, zemrat tuaja të mbushura me mirësi dhe ardhmja juaj më e bukur se çdo ëndër që keni sot. Dhe ndërkohë po japim edhe certifikatet. Ceremonia e ndarjes së diplomave u shoqërua me dorë trokitje, fotografi e përqafime, pasi çastet janë të paharruara, si momente simbolike që shoqëron kalimin nga fëmijëria në adoleshencë. Emily Casa, Era Harone,